Shqetësimi i prindërve ndaj vaksinës së frutit instalohet sapo fëmia vjen në jetë dhe transmetohet që në vizitën e parë te mjeku. Në kombinat, një zonë me shtrirje të madhe territoriale, mbulimi vaksinal i MMR-s me dozë të parë në moshën 12 muajsh ka shënuar vetëm rënje 5 vitet e fundit, me tendencën për të shtyrë në kohë. Ka rënë nga 94% që e kemi pasur deri para 5 vjetësh, ka rënë ke 75% doza e parë, kur fëmia bëhet 1 vjeç. Në 99% të rasteve duan që t'i shtyjnë të paktën derisa të bëhen 15 muaj apo 18 muajsh. Hezitimi është shtuar shumë pas pandemisë, ku ndikim pati edhe vaksinimi ndaj COVID-19-s, ndërsa perceptimet vijojnë të jenë të lidhura me autizmin. Sepse lexojnë dhe kanë të afërmit e tyre në të gjitha shtetet. Dhe ata kanë një lloj kartel vaksinimi, do me thënë kalendar tjetër, pak të shtyrë, nga 15 deri në 18 muajsh. Pjesa tjetër kanë hall me të folur. Dua t'ju bëj të qartë që vaksina e fruth rubeolës, si gjithë të tjerat që kemi në skemën e vaksinimit, janë të testuara me dekada. Ata që refuzojnë janë prindrit e besimit mysliman, ndërsa në pjesën tjetër të popullatës, hezitues janë ata më të arsimuarit. Sa kemi me shkollë të lartë, nuk duan t'i bëjnë, i kemi ekonomist, i kemi mësues, me thënë intelektual, ndërsa çfarë është arsimi mesëm e më poshtë, vinë dhe i bëjnë në datën e caktuar. Mjafton që fëmia të jetë mirë me shëndet. Për aplikimin e kësaj vaksine, mjekut duhet të bëjnë shpesh edhe rolin e psikologut me prindrit. Është shumë e lodhshme sepse kemi shumë prindër që na thonë i dhe firmën ti që mua kjo vaksinë nuk më jep asnjë gjë fëmijës. I them të gjithë fëmijëve që ju kemi bërë, nuk kemi parë ndonjë dëmtim. Fruthi është një infekcion viral respirator shumë ngjitës. Çdo fëmijë me fruth mund të infektojë 12 deri në 18 persona të tjerë. Kjo e bën fruthin 12 herë më ngjitës se sa gripin. 1 në 20 fëmijë me fruth shfaq pneumoni dhe ky është shkaku më i shpeshtë i vdekjes tek të vegjëlit. Ka rënë mbulesa vaksinale e prindërve cilët duhet të vaksinojnë fëmijët e tyre me vaksinën e fruthit, por Sonila si është e vërteta. Zonja tha që ka prindër që kërkojnë që mjekja t'i japi firmën që bërja vaksinës nuk do të ketë probleme. Pikërisht, ka edhe raste kur prindrit lëshojnë deklarata me shkrim në qendrat shëndetësore duke marrë përsipër përgjegjësinë e mosbërjes së kësaj vaksine, pra të gjitha pasojave që do të rrjedhin nga mos aplikimi i kësaj vaksine. Në çdo qendër shëndetësore, nëse do të shkohet sot, në sirtarët dhe në raftet e të gjitha konsultorëve, ju do të gjeni shkresa me dorë të shkruara nga prindrit për marrjen e përgjegjësive për mos aplikimin e kësaj vaksine. Çdo me thënë marrja e përgjegjësisë? Nëse fëmia i ndodh diçka, është përgjegjësia ime. Nuk është përgjegjësia e shtetit. Fëmia mund të infektojë fëmijë të tjerë. Pikërisht. Kjo vaksinë, siç e dim, është në kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit. Prandaj edhe dihet tashmë që çdo fillim viti, janar, shkurt, mars, ne kemi raste me fruth. Çdo vit ndodh kështu. Edhe aktualisht që flasim, ne kemi raste me fruth. Mbulesa vaksinale në rang kombëtar me të dyja dozat ka rënë në 83%, kurse me dozë të parë është akoma më poshtë, ka shkuar në 70, 72, 75% e kemi në kombinat. Nuk është parë ky nivel vaksinimi vite përpara. Ky nivel i ulët vaksinimi. Po, ky nivel i ulët. Që mbas pandemisë ne kemi rënje të vaksinimit, sepse është krijuar mosbesimi edhe nga vaksina Covid, por edhe rrymat antivaks janë shtuar së fundmi. Në rrjetet sociale diskutohet shumë vaksina e fruth rubeol parotitit. Është një nga ato vaksina që komentohet gjerësisht nga prindrit dhe secili prej tyre jep përvojën e vet, secili prej tyre flet dhe komenton mbi këtë vaksinë. E kuptoj. Kjo vaksinë kryhet në 2 doza. Doza e parë kur është fëmia 12 muajsh, pra 1 vjeç, dhe doza tjetër dhe kur është 5 vjeç. Dhe doza e dytë nuk ka një rënje të mbulesës vaksinale aq të madhe sa doza e parë. Doza e dytë është më ndryshe. Prindrit kanë krijuar një lloj besimi, nga që e kanë parë fëmijë që ka patur zhvillim normal dhe nuk ka patur probleme, e kanë bërë dhe dozën e dytë. Po në fakt çfarë rrezikon një fëmijë pa vaksinuar? Një fëmijë pa vaksinuar rrezikon që të infektojë dhe fëmijët e tjerë, sepse është
ne kemi fëmijë të moshës 6 muajsh, 9 muajsh dhe 11 muajsh të cilët shkojnë në çerdhe, por që nuk i ka ardhur ende koha për vaksinim. Këta fëmijë janë të pavaksinuar dhe si të tillë, duke rënë në kontakt me një fëmijë të infektuar nga fruthi, do të infektohen. Ne dëgjuam dhe në insert, është një virus shumë infektues, 12 herë më infektues se sa gripi. Një fëmijë infekton 12 deri në 18 fëmijë të tjerë. Dhe komplikacionet janë të rënda. Antitrupat nga nëna, kur ushqehet me gjip, bien bas moshës 6 muajsh dhe fëmia nuk është më i mbrojtur. Pra ka një periudhë nga 6 deri në moshën 12 muajsh ose nga 9 deri në 12 muajsh që është pothuajse i pambrojtur. Sigurisht, ashtu siç e tha edhe mjekja e konsultore në qendrën shëndetësore të kombinatit, rekomandohet edhe Instituti i Shëndetit Publik që kjo vaksinë të bëhet edhe në moshën 1 vjeç e gjysmë, por nuk mund të shtyhet më mbas moshës 2 vjeç. Ne sot kemi prindër që fëmijët ju kanë mbushur të 2 vitet e para dhe ende nuk ja kanë hezitojnë të shkojnë të bëjnë vaksinën e MMR-s. Aktualisht që flasim, ne kemi raste me fruth. Dhe kjo më përbën shumë shqetësim. Ky është shqetësim serios përderisa ka ende fëmijë me fruth. Në vitin 2018 dua të sill në vëmendje që ne kemi patur 4 humbje jete, 4 fëmijë të vegjël që humbën jetën nga fruthi. Për shkak të fruthit. Në vitin 2018. Dhe ne kemi sill në vëmendje me reportazhe në emisionin investigativ 31 minuta. Kemi qenë në Lezhë ku kemi parë rastin e një foshnje që humbi jetën nga fruthi. E kuptoj. Ndërkohë vaksina e fruthit është një vaksinë e detyrueshme në protokollin e vaksinave të Republikës së Shqipërisë. Cila është praktika që ndiqet në vendet e Bashkimit Evropian? A mund të çoshti në kopësht apo në çerdhe në vendet e BE-s apo në shkollë një fëmijë të pavaksinuar? Absolutisht jo. Një fëmijë i pavaksinuar edhe në Shqipëri është ky rregull. Madje kontrollet janë shtuar së fundmi për shkak edhe të shfaqjes së rasteve të para me fruth në të gjitha kopshtet publike, por edhe private. Ajo që ndodh është frekuentimi i institucioneve private më shumë, ku kemi më shumë fëmijë të pavaksinuar se sa në institucionet publike. Në momentin kur ekzaminohet ose shfaqet vatra e parë, në atë qendër shëndetësore merren të gjitha masat, të gjithë fëmijët dhe kontaktet izolohen dhe karantinohen kontaktet dhe më pas shikohet ecuria e infektimeve në zinxhir, në mënyrë të tillë që të ndërpritet zinxhiri i infektimeve. E kuptoj. E kemi këtë problem me vaksinat të tjera? Se për shembull në vaksinën e gripit njerëzit janë të predispozuar, të gatshëm të shkojnë ta bëjnë. Vaksina e gripit është nga çfarë ndodhi me Covidin. Vaksina e gripit është një nga vaksinat që ecën më mirë dhe përthithet shumë herë më mirë nga popullata, është krijuar tashmë një traditë shumë e mirë në popullatën shqiptare. Si ka mundësi të lëviz në mënyrë kontradiktore vaksinat e fëmijëve janë vaksina të cilat krijojnë, le të themi, instalojnë frikë te prindrit. Siç e thash, në momentin që bëhen prindër që në atë moment pa vajtur ende mosha 12 muajsh tek prindrit instalohet frika e MMR-s. Është një vaksinë që mbahet në vëmendje gjatë gjithë kohës, sepse siç e dim, edhe nga të dhënat e mëhershme lidhet me lidhin në mënyrë jo korrekte me çrregullimin e spektrit autik, që është një studim që është bërë më herët, por që ka rënë poshtë nga dhjetra studime të tjera. Pra nuk ka një fakt të vërtetë që nuk ka një korelacion midis kësaj vaksine dhe çrregullimit të spektrit. Pra nuk ka një fakt shkencor që vërteton që vaksina janë hedhur poshtë. E kuptoj. Të gjitha janë hedhur poshtë. Ndërkohë mbulesa vaksinale është e rëndësishme për Shqipërinë, besoj duhet të kemi një mbulesë vaksinale ne mbi 95% sonja që ne të kemi mundësinë që të mos një infektim nga fruthi të mos përhapet. Në momentin që bie nën 95%, ne do jemi gjithmonë të rrezikuar nga shfaqja e fruthit. E kuptoj. Dhe pyetjen e fundit e kam, meqense jemi në sezonin e gripit dhe ka patur mira raste personash të infektuar nga viruset ndryshme të gripit, nga gripi sezonal. Si është situata meqense ka nisur një muaj i ri? Kemi arritur në pikun e infektimeve? Jemi në situatën ku kemi mbi 18.000 infeksione respiratore në javë. E kuptoj. Autoritetet e shëndetit publik kanë deklaruar javën që kaloi që jemi në pikun e qarkullimit të infeksioneve respiratore dhe të gripit, se aty përfshihet, dhe nuk kemi raste të rënda në spital. Sigurisht kemi mbi 100 urgjenca në spitalin infektiv. Të gjitha 100 urgjenca në ditë në spitalin infektiv. Po, në spitalin infektiv, të cilat në një farë mënyre lidhen edhe me infeksionet respiratore, sigurisht edhe me shkaqe të tjera, por kemi edhe të sëmurë kronik, të cilët janë prekur nga gripi,
por përgjithsisht rastet që janë të pavaksinuar. A fillon rënja e kurbës së infektimeve? Rënja e kurbës së infektimeve fillon nga fundi i shkurtit, fillimi i marsit. Pasëm me akoma dhe një muaj përpara, më sa duket. Shkurti vazhdon të jetë në pikun e qarkullimit të virozave. E kuptoj. Sonila Mloja Cemorati, faleminderit që ishe sot me Radio Televizionin Shqiptar, ku ti je, pjesë integrale e tij prej 2 dekadash, më shumë se 2 dekadash, por që sjell në programin Mirëmëngjes Shqipëri si kontribuese informacione, të cilat e ndihmojnë publikun të kuptojë se çfarë është më e rëndësishme të përzgjedh kur vjen puna tek shëndeti, dhe jo të përzgjedh në raport me medikamentet apo mjekimin, por lajmet e vërteta. Lajmet e vërteta shëndetësore referohen gjithmonë Radio Televizionit Shqiptar dhe redaktores tonë Sonila Mloja. Faleminderit, Sonila. Faleminderit, Sonila. Eci më tej, nderuar teleshikues, me programin Mirëmëngjes Shqipëri. Do të flasim tani për algoritmin e rrjeteve sociale, kush e ka marrë në dorë jetën tonë. Jemi ne që e kontrollojmë apo algoritmi? Vjen Kristi me të ftuarin e tij.